Faleminderit miq të dashur që jeni në shoqërinë e këtij programi të parë për këtë vit të ri 2026. Mësove Dardan që është 2026 deri kur ta mësojmë. Gjithsesi do ta mësojmë natyrisht edhe të themi saktë 2026, mund ta ndajmë siç thonë këta që i përkasin në rrjeteve sociale në trendin 2026. Ne kemi mbyllur vitin me një të ftuar simpatike në programin ton me më të miren. Bashkëpunëtore edhe kolegën tonë Afrodita, e do ta nisim me më të mirën përsëri Afroditën. Pikërisht sepse ajo ka përballë një të ftuar shumë të rëndësishme kur nis një vit. Për të marrë këshilla, për më mirë ta prezantoj ajo. Afrodita të përshëndes dhe me që nuk kemi parë kështu live drejt për drejti vitën bashkë, presoj që ke nisur me zakone shumë të mira këtë vit. Na fut pak në temë dhe na prezanton të ftuarën. Maxi dhe Dardan dhe gjithë ekipa e mbrapa realizimit të këtij programi, pra lejoni që t'uroj edhe në këtë fillim vit gjithë shikuesit tanë, gjithë qytetarët për një vit të mbar dhe mesazhi që do të përcjellim sot është mbase që zakonet e vjetra të vitit 2025 që mund mos na kenë bërë mirë, ti ndryshojmë. Pra, të hymë në vitin 2026 me zakone të reja, me veprime të reja, të cilat mund na përmbushin më shumë. Pak më përpara Maxi e the ti që ai e mësuar Dardan me vitin 2026, pra sigurisht e patë fjalën në të shkruar, por sigurisht në vitin 2026, pra në këtë vit duhet mësojmë edhe shprehi zakone të reja, e të përmbushim veten edhe më shumë se në 2025. Ndërsa bashkëbiseduesja ime është Antigona Qenaj Sejdiu, psikologe klinike që është kaq pozitive sa unë, sepse e përmende pak më herët. Kështu që Antigona, fillojmë pra nga ky midisi joti që takon shumë njerëz dhe sigurisht që ta nisim me një urim tëndin për të gjithë ata që kërkojnë ndihmën tënde e mbase edhe u ke ndihmuar në rrugtimin e tyre të jetës për të kaluar sfidat e tyre. Qofshin monumentale apo shkurtra apo afatgjata. Përshëndetje edhe këtë periudhë gjithë shikuesit të televizionit Ministeri, emisioni për ditë të mbarë, uroj që ky të jetë një fillim i bardhë, fillim veti i bardhë, për gjithë shikuesit e juaj për shtatën dhe për juve të ashtu. Uroj që gjithë qytetarët e Kosovës ta kenë këtë vit fillimisht me një shëndet plot dhe me një mirëqenie psikologjike më të mirë ndoshta se sa vitet e kaluara. Isha të ndërhyr kur thatë me një shëndet të plot, thash doja të thoja që keni fjalën edhe për shëndetin mendor, jo vetëm fizik, sepse këto të dyja janë të ndërlidhura. Nuk ka shëndet plot fizik pa mirëqenie psikologjike. Këto të dyja janë gjithmonë bashk, nëse nuk ndjehemi mirë emocionalisht, ato simptoma do të jenë edhe fizike dhe shpesh ato dhimbjet e ndryshme të trupit lidhen direkt me ngarkesat emocionale dhe jo rol simptomat psikosomatike janë te diagnozat tona, kështu që s'ka shëndet mirë fizik pa shëndet mirë mendor. Dhe Antigona, i bie që t'ja bëjmë pyetjen vetës, pra, kush e meriton vëmendjen e plotësisht të plot, vetja jon apo të tjera? A do t'ja bëjmë këtë pyetje në këtë fillim vit, secili vetës, dhe të reflektojmë? Për ditë, jetojmë në një kohë kur vlerat kanë filluar me ra, nuk janë më vlerat e njëjta siç kanë qenë, sepse kur kemi pas një sistem të vlerave, njerëzit janë kujdes për njëri tjetrin dhe tjetri është kujdes gjithmonë për tjetrin, kështu kemi marrë gjallë shoqërinë edhe veten, individin. Sot po flasim për një degradim, kisha me thujë, të vlerave fatkeqësisht, dhe është nevojë domosdoshme që secili të kthej vëmendjen ka vetja dhe të kujdeset fillimisht për veten. Si pasojë e kësaj rrëmjes së vlerave, ata njerëz të cilët akoma i ruajnë këto vlera, siç është respekti, kujdesi ndaj tjetrit, mirësjellja, mos me i bo keq tjetrit. Këta persona janë ata të cilët vujnë në këtë kohë më shumë, për shkak se jo të gjithë i kanë ruajt këto vlera dhe tjerët, ata të cilët po flasim që
nuk janë më pjesë e këtyre vlerave, jo rrallë din me degradu edhe hapësirën e tjetrit, edhe tjetrin, duke mos respektu, duke shfrytzu, duke lëndu, e madje edhe duke dhunu në forma të ndryshme. Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që sot secili të kthehet te vetja dhe të mbroj hapësirën e tij, të mbroj veten e tij dhe në plan të parë të ketë veten e tij për shkak krejt kësaj situate sociale ndoshta e cila është pjesë e ditëve tona, kohës tonë. Dikush mund ta quajë egoizëm, dikush tjetër dashuri. Por nëse kujdesemi fillimisht për mirëqenien tonë, pa menduar për të tjerët, mbase plotësisht për të tjerët duke harruar veten, si do ta quajë ti? Egoizëm apo dashni? Kujdesin duke i vënë prioritet vetes. Nëse për shkak frikës se mos po je egoist, nuk po e mbron veten tënde, kjo tregon që nuk je egoist fare. Domethënë, ata të cilët janë egoist, ata nuk kanë frikë se mos po bëhen egoist. Ata bëjnë gjithçka që emri i tyre të jetë prezent, bëjnë gjithçka që të mërrijnë qëllimet e tyre, duke shkel mbi çdo parim njerëzor, duke mos pasur ndërgjegje për domin që munden me shkaktu tjetrit. Kurse personat të cilët për shkak të frikës mos po janë egoist, harrojnë veten, lëndojnë veten, shkelin territorin e tyre, lejojnë që territori i tyre të shkilet, këta persona në fakt janë viktima dhe duhet t'i motivojmë, duhet t'i inkurajojmë që të vendosin kufi në raport me tjerë për të mbrojtur veten. Sepse ata ndjen në faj sa herë që duhet t'i dalin zot vetës, qoftë duke kundërshtu, ndoshta ndonjëherë edhe familjar, të afërm, partnerin, prindrit, fëmijën, kur kjo domi i shkaktohet nga njerëz të afërt, sepse jo gjithmonë familja janë një ambient i sigurt, shpesh dinë që pikërisht në familje të na cënohet integriteti, egoja, të dëmtohemi emocionalisht, ose të dhunohemi psiqikisht ose fizikisht, dhe këta persona duke u ndje në faj për vendosjen e kufive, mos më i thonë jo, prindit, bashortës ose fëmijët, këta vujnë dhe tolerojnë gjëra të cilat nuk tolerohen. Unë shpesh marr shembuj në seanca me klientin mi, i them, çka bëjnë shtetet kur sulmohen nga një shtet tjetër? E mbrojnë territorin e vet. Njëjtë edhe ti ke obligim me mbrojt veten tënde, territorin tënd. Nëse dikush të sulmon, ti nuk mund të jesh pafundësisht indiferent, sepse një ditë domet do t'i ndjesh edhe në shëndetin fizik. Na duhet me i forcu këta njerëz që në të njëjtën kohë me i rujt vlerat, me rujt ndërgjegjen, po pa e dëmtu veten, sepse në momentin kur domi po të shkaktohet ti, është obligim jote me i dalë zot vetes. Askush nuk është për ty 24/7 me të mbrojt ty, me u kujdes për ty. Na presim që tjetë me pas kujdes për neve. Jo, duhemi na me pas gjithmonë gjendjen gatishmërisë me mbrojt veten tonë, sepse vetja jonë na ka veç neve. Pra, i bie që territori jonë është trupi ynë, shpirti ynë, zemra jonë, ndjenjat tona. Askush më mirë se sa ne vetë nuk mund t'i kuptojmë ndjenjë, sigurisht është e natyrshme që të tjerët na keq kuptojnë. Sa bukur e tha Afrodit, territori jonë është trupi jonë, ndjenjat tona, mendimet tona, qenja jonë. Ajo që ka na jemi, ajo që ka na përfaqësojnë. Dhe në momentin që kjo qenja jonë cënohet në çfarë do forme dhe prej kujt do, ne jemi ata të cilët e kemi obligim veten tonë me mbrojt. Është njëjtë sikur dikush me armë të lëndu fizikisht, është obligim joti me mbrojt. Kur po them me mbrojt veten, me marr gjitha masat, nëse ti nuk ke forcë ose pushtet me u kundërvy, mundesh me kërku ndihmë. Strat policinë, aliatët. Do të thonë, njëjtë edhe në aspektin emocional, nëse dikush po të dëmton emocionalisht, gjithmonë ka diçka që mundesh me bë. Mundesh në një formë, mundesh edhe me u tërheq prej një situate të tillë, mundesh me lëshu rrugë, mundesh gjithmonë ka një zgjidhje, të cilën ndoshta nuk e ke menduar, por gjithmonë ekziston një rrugdalje, nuk ka situatë ku nuk ka zgjidhje. Vetëm që mendja jonë ndonjëherë fiksohet në një formë dhe dëshiron që ta bëj zgjidhjen vetëm në atë formë. Për shembull, veç me mirësjellje na doj me rujt raportet e shëndosha.
Po, mund të rush një raport që ndosh me mirësjellje nëse edhe tjetri është i sjellshëm. Ti ulesh, diskuton, sqarohesh, nuk e merr personale. Por me një njeri i cili është narcist, për shembull, me një dhunues, me një person që qëllimisht ka qëllim me të dëmtu ty, nuk mundesh me mirësjellje. Ati duhet t'i tregosh kufit. Pra, kujdesi fillimisht për mirëqenien tonë e më pas për të tjerët, nënkupton që ne do të jemi më të dashur dhe më të ditur për të vënë kufi vetës, për të thënë jo ose po. Qoftë edhe për njerëzit që i ke për zemër. Asnjëherë nuk të bën të keq ideja se ti duhesh me qenë i mirë me veten. Përkundrazi, kjo ka me të bëjë njeri më të mirë edhe më qellshëm me të tjerët. Vetëm kjo ka me të mbrojtë prej atyre që nuk e meritojnë respektin, që nuk e meritojnë mirësjelljen. Thjesht kush të dëmton ti ke me ditë me vendos stopat, kufit për ata persona, po ata që e meritojnë, ti ke me qenë gjithmonë njëri shumë i mirë, shumë i dashtun, sepse empatia për vetën, dashnia që ti ke ndërtu, ke zhvillu të vetja, ndaj vetës tone, ka me të bo njëri akoma më human, edhe më dashtun, edhe më të sjellshëm me ata që e meritojnë. Pra, Antigona thatë që familja mund na keq kuptoj, por edhe shoqëria i kupton apo i keq kupton ato që prioritet e kanë vetën e tyre? Mendoj që njerëzit duhet zhvishën nga ideja se si po na shohin tjerët. Sepse kjo na dëmton njerëz zakonisht të jetuarit sipas dëshirave tona. Kjo krijon ankth, nëse unë jetoj për tjetrin, duke mendu si ka me ndiku, si ka me reflektu kjo, si ka me mpa njerëzit nëse unë jetoj sipas dëshirave të mia. Kjo ka me ndiku mu në gjendje të pakënaqësisë, rritje e ankthit edhe depresionit. Domethënë njerëzit duhet të çlirohen nga paragjykimet që kanë me fol tjetër për mu, kur kërkujt s'kemi ra tamam. Gjithmonë ka me dalë diçka që kam i pengu tjetrit. Prandaj ktheu te vetja, bëni gjanat me ndërgjegje të plotë, ngoja qefin vetës, bëj ashtu saktësisht që shpirtit e dën, që zemra jote e dën me bo gjanat, asa ki mundësi me realizua ato dëshirat e tua, puno fort dhe jeto pa e pas vëmendjen se çka kanë me thonë tjerë. Jeto mirë, jeto ndërgjegjshëm, pa shkel vlerat, pa i shkel ligjet, po jeto për veti, jo për tjerë, se kjo na dëmton. Ideja që unë duhet me udhëzgju mëngjes dhe me bo gjana sipas pritjeve sociale, që shpresin familja unë me qenë, që shpresin shoqënia, kjo ka me dëmtu atë që unë jam. Dhe në pleqëri, kur njerëzit arrin atë pjekurin kisha me qujt, çka ndodh? Shohim njerëz që lodhen prej krejt kësaj edhe zhveshën instinktivisht i vjen mu zhvesh prej kësaj e dojnë me jetu për vete. Atë sa më kam mbet jetë, du me jetu sipas dëshirave të mia. Edhe mandej shpesh e kemi dëgjuar thonjën që njeri u bë 2 herë fëmijë, edhe fëmijë edhe në pleqni. Për shkak se këtu po e përjeton ata që nuk e ka përjetuar dikur, edhe tash i ka dhënë lirin për shkak pjekurisë që ka arritur të moshës, por edhe përvojës, jep një liri vetës që s'ka arritur t'ja jep kurrë më përpara pasi. Kjo liria personale është jashtëzakonisht e rëndësishme për mirëqenien psikologjike. Nëse ti arrin me rujt atë shpirtin tënd fëmijëror brenda teje, me rujt dëshirat, aktivitetet cilat shpirti ti dën, e ti e lën veten të lirë me i bë ato pa pas frikën se ki me u paragjyku, kjo është ajo liria që ndoshta njerëzve shpesh herë ju mungon. Edhe mbytja e kësaj lirie shkakton ankthin, depresionin, këto probleme pas. Dhe kjo fjala jote e vjetër, pra që e përmende njeriu bë 2 herë fëmijë, më kujtoi një fjalë tjetër që mbase na e kanë thënë, e kemi dëgjuar, lëre se i ka hyrë vetja në shif. Si e komenton ti këtë? I ka hyrë vetja në qef. Ka forma të ndryshme, për shembull në adoleshencë kemi ata adoleshentët që i hyn vetja në qef, që rrin para pasqyrës, që pëlqejnë atë imazhin ose në njëjtën kohë edhe i kanë ato komplekset, por nga rrjeti është pa lese i ka hyrë vetja në qef se ka filluar tash me u rrit edhe me i pëlqy vetja se si duket. Ka edhe raste kur i është referu personave i ka hyrë vetja në qef në kuptimin e mendje madhësisë, dhe ndoshta jo gjithmonë vetë kujdesi dhe dashnia për veten lidhet me këtë i ka hyrë vetja në qef.
Domethënë nuk duhemi me u shqetësu shumë prej, se edhe kjo është një lloj paragjykimi prapse në fund ditës, i cili mundet me na pengu që na me jetu jetën që ashtu që kemi dëshirë vetë. Ndërsa mund të referohet edhe aty në njerëzve që deri në një moment kanë bërë për të tjerët, dhe në një moment të caktuar, sikurse sot, pra jemi në vitin 2026 dhe vendos Antigona, Afrodita dhe të thotë mirë, po du me mby vetja në qef, sepse po du me ja kushtu vetës time, vetën time, si që thata dhe ju më jere duke i plësuar gjitha dëshirat, nevojat, të cilat nuk e scenojnë tjetrin, u referohet edhe këtyre njerëzve që mund të marrë një vendim në një moment të caktuar. Nëse kemi fjallën për këtë, nëse ka këtë kuptim, atëherë let na hy vetja në qef gjithve. Se nuk ka është e mirë që vetja në qef. Pa tjetër se në kuptimin që, më gjithmonë të them, njerëzit kryojnë varësitë e persona tjerë. Lidhen me persona dhe për shkak të frikës mos me met vet, ka shumë njerëz që kanë frikë me met vet, durojnë një lidhje toksike, një dhunë ose çka do të qoftë. Kur po them lidhje, nuk po them vetëm për lidhje në marrëdhënie të martesës, po edhe raporte të ndryshme. Familje, punë. Pikërisht, për shkak të frikës mos po e humb dhe mos po mbeten vet. Njerëzit e kanë një frikë të tmerrshme me mbet vet. Në fakt na duhet me punu që me ndërtu një raport mirë me veten dhe mos me pas frikë nëse mbeten vet, po vetja jonë me na sjell qetësi, jo ankth. Nëse na arrim me i thon vetës, më ki mu për gjithë shka, nuk duhet askush tjetër, sepse më ki mu, na natyrisht jemi qenie sociale dhe njerëzit na duhen, sepse kështu shkëmbejmë emocione dhe natyrisht nuk mund të jetohet vetëm, por ideja është që mos me pas frikë me mit vetëm, sepse për shkak kësaj frike na tolerojmë gjëra të cilat po na bojnë dëm. Prandaj është tepër e rëndësishme që me ndërtu një raport mirë me veten, sikurse me një person ma dashur një qeki. Antigona, është mbase ky veta do duhet jetë viti 2026 që duhet i lëmë të ikin njerëzit që na kanë kriju ndjesi jo të mira, pra kanë qenë toksik dhe mos na tremb shkëputja nga ta, ikja atyre, sepse në një moment tjetër do të gjejmë njerëz të tjerë që do të na plotësojnë dhe do të krijojmë shoqëri të mira që vlerësojnë vlerat tona. Nuk e di pse më kujtu pyetja, me abo vetës pyetjem kush jam unë pa këtë personin. Sa herë ke vështirë me jetu pa dikë, bën pyetje vetës kush jam unë pa këtë. Çka ky personi po përmbush tek unë, një pjesë të vetës që unë nuk jam gjendje me ia dhënë vetës, ndoshta. Kështu që lërin e njerëzit jetojnë jetën e tyre, askush nuk është i obliguar me qenë aty për ty, kushdo që është afër nesh është për shkak se ka pas një përshtatje të mendimeve, të emocioneve për njëri tjetrin, po nëse nuk ekziston më kjo lidhje emocionale ose e mentalitetit, lëni njerëzit le të jetojnë të lirë, jetoni edhe ju të lirë me veten e juaj, mos keni frikë me jetu vetë. Ma mirë vetëm e në pace me vetën, se sa në një rëmuj me shumë njerëz të rrethuar. E bukra është që asnjëherë s'keni me met vetë, gjithmonë keni me gjetë njerëz cilët janë në të njëjtën linjë me ju. Do të thonë, nëse sot nuk ndjehesh mirë me një shoqe, me një shok me cilin deri sot je ndje mirë, mos ki frikë me bisedu, me i thonë gjona të hapun, por nëse thjesht nuk gjeni gjuhën e përbashkët, lënë le të rrjedh, le të ikë në kuptimin ai ka me jetu jetën e vetë, ti ki me jetu jetën tonë. Nuk ik askund, nuk shkon askund, as ti nuk metesh vetë, thjesht vazhdoni tutje. Njerëzit zhvillohen me kalimin e viteve. Pra, Antigona, kimia ekziston jo vetëm mes një të dashuri ose të dashure, por kimia ekziston edhe në shoqëri. Pra, dikush me dikë shkon më mirë, sepse ajo kimia, përshtaten, vlerat, muhabetet, ka diçka mes atyre dy njerëzve pa pasur pretendim një lidhje në qift ose një lidhje dashurore ose Kjo është e bukur, se gjithmonë ka mundësi me gjetë njerëz të cilët janë të ngjajshëm, me cilët shkon muhabeti. Dhe në një farë mënyre, kur nuk kemi met vetë, kështu që mos ki frikë prej asaj ndjenjes së humbjes, sepse njerëzit vazhdojnë jetën, kemi ardhur vetë në këtë botë dhe na duhemi me mësu me jetu vetë, por gjithmonë kemi me pas njerëz, natyrisht nëse na kemi dëshirë, gjithmonë kemi me gjetë njerëz që na përshtaten,
Mjafton mos izolohemi, mos mbyllemi në vetvete, po thjesht jemi aktiv, të jetojmë, të bëjmë aktivitete, ta shijojmë natyrën, jeta është për plot mundësi. Shoku dhe shoqja më mirë natyra mbase. Nuk thot kurrë. Jo as në shi, as në borë, ajo është aty Gjithmonë për është ty. aty. Dhe është ilaçi më i mirë. Natyra. Ndërsa më kujtove kur po flasim për shoqëritë marrëdhëniet, ka miqësi, ka shoqëri që mbase mund të mos shihesh një vit, mos flasësh 2, 3, 5, e mbase edhe më shumë, por në momentin që takohesh e nis aty ku e ke lënë, me të njëjtin pasion, me të njëjtën dëshirë dhe me një mall që nuk arrin me spjegu që sa të pas ka mungu ky person, por ja që ka në një moment që ti të ka kthyr gjithë ato kujtime të bukura me te. Ke nisur muhabetin aty ku e ke lënë? Sa bukur dhe sa më fat janë njerëz që kanë persona të tillë. Jo shpesh i gjejmë njerëzit e tillë, po këta janë njerëzit të cilët ndoshta unë them janë shpirta të ngjashëm me neve, të cilët arrijemi me u kuptu ndoshta me sy, ndoshta e thjesht shihemi dhe gjithçka është aty, gjithçka shkrihet në atë moment dhe këto janë edhe kujtimet e bukura dhe kuptohemi dhe ngjallen ato emocionet më të mira me këta njerëz. Është fat me i pas një persona të tillë, edhe uroj që secili Keni shumë të tillë? Mendoj që kam njerëz të tillë, por jo shumë. Kam shoqe, kam njerëz të familjes të tillë, por nuk janë shumë. Këto marrëdhënie mbas janë aq të forta sa që të ishin në numër, pra në këtë rast vije jo sasia, por cilësia. Ndonjëherë them mjafton një person të tillë ta kesh, sepse është tepër e vështirë me gjetë, është sikur ta kesh një shpirt binjak, po them kushtimisht, jo në kuptimin e martesës, po secili sot ka nevojë për dikë me cilën mundesh me fol, pa të keq kuptu, pa të gjyku, me dikë i cili të kupton pa e përfundu mirë fjalinë. Një për arsye pse njerëzit sot shkojnë në terapi është pikërisht kjo, mos pasja e një personi të tillë në jetën e tyre. Dhe këto e gjejnë pastaj te njerëzit profesionistë, sepse është nevojë njerëzore me pas dikë i cili të ndëgjon, dikë i cili të kupton, ta njeh dhimbjen, ta njeh shpirtin, me cilin ti je i lirë me ndo atë që ke brenda. Pa frikë. Spaku që dëgjon dhe të let flas ta përfundosh deri në fund. Qoftë edhe kur e ke gabim, thot pastaj merr frym dhe as dëgjoje versionin. Nuk ngutet me të dhënë kritikat, po të lajmë me fol deri në fund. Me heq gjitha të bardhë që ke përjetuar, qoftë me të drejtë ose pa të drejtë. Sa e rëndësishme është kjo të dëgjuarit, me pas një vesh me të një, me të ngu, me vëmendje. Sa ti me dëgjuni shqiptarët? Me thënë të drejtën pak. I shoh në për ato tavolinat kur takohemi, gjithë kanë atë nevojë me fol dhe shumë pak ka asi që janë aty për me dëgju. Edhe pse ndonjëherë muhabetet nuk kanë shumë përmbajtje, po flasim në përgjithësi, por nuk megjithatë po flasim dhe më shumë po flasim se sa po ndëgjojmë. Ndërsa Antigona si të bëjmë versionin më i mirë i vetës? Duke pa mrana vetës, duke njoh vetën, kush jam unë dhe duke gjetë ndoshta po duket shumë e thellë dhe shumë filozofike, po duke gjetë misionin tënd këtë jetë, sepse secili mendoj që kemi një qëllim pse jetojmë. Ky qëllimi mundet me qenë i ndryshëm te secili, por që secili e kemi një qëllim pse jetojmë, një mision në këtë jetë. Është tepër e rëndësishme me njoh veten dhe me njoh qëllimet tona në jetë. Pastaj është shumë e rëndësishme me qenë pas një ndërgjegje të pastër, sepse kjo na mundson që ashtu siç na e duam dhe respektojmë veten, kemi ditë mi dashur dhe mi respektu të tjerët, pa i lëndu dhe mos duket që po flasim në superlativ, në perfekcion, në botë ndoshta idealiste, por kur po më pyet versioni më i mirë, e kam përshtypjen që nëse secili kish me punu me veten, me qenë versioni më i mirë i vetës, kështu do të ishim edhe versioni më i mirë për të tjerët. Po si ti bëjnë fëmijët, versioni më i mirë i tyre? Ndoshta nuk duhemi me tepru shumë me këtë idenë, sepse është një gjendje presioni, tendenca që
me kërku perfekcionin shpesh të vetja, perfekcionin të fëmijët. Ndoshta na duhet me i leju ata me qenë vetja, me qenë versioni i tyre ashtu siç janë, jo me tentu që na me i bo ata, na me i ndërtu ata. Thjesht me nxjerr më të mirën prej tyre, si prind kemi obligim me u kujdes për ta, me i ndihmu ata që të rritën dhe me i leju ata të jenë të lirë në versionin e tyre. Me qenë të gatshëm t'i dëgjojmë pas edhe. Patjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme për secilin me pas dikë që na ndëgjon. Dhe janë të bekuar gjithë ata njerëz që kanë një person që i ndëgjon. Në qoftë fund ditës ose kur ata kanë nevojë të situate të vështirë. Pas një situate të mirë, se ndonjëherë kemi nevojë të dëgjohemi edhe kur kemi përjetuar një moment të mirë. Jo vetëm me emocionet të tjera. Pikërisht, jo vetëm me ato emocionet e këqija negative që na i quajmë ka nevojë me u thonë. Shpesh nevoja me tregu edhe gjana përjetime të mira është aty njëjtë sikurse ato përjetimet negative. Nëse po flasim për fëmijët, është tepër e rëndësishme që në fund ditës të ketë kujt t'i tregoj si e kishte ditën sot fëmiu, si ka kaluar në shkollë. Jo gjithmonë ka ngjarje negative të cilat ndodhin në shkollë, ka edhe momente thjesht të vogla të cilat fëmia ka nevojë me nda dhe kjo e liron emocionalisht, lejon që ai me marr frymë, me ristartu atë gjendjen emocionale që të nesër me qenë gati me nis një ditë të ri. Ndonjëherë këto momente ndihmojnë fëmijët që ato bullizimet ose situatat e vështira me mësimet mi te kalu ma lehtë, sepse ndryshe ndihmon një person i rritur në një situatë që për fëmijën mundet me qenë një problem shumë i madh, po për prindin mundet me qenë diçka shumë e thjeshtë dhe shumë e vogël. Kur i inkurajoj të rit me bisedu me prindët e tyre, i them, një problem që për ty është tepër i madh dhe gati pasgjithshëm, për prindin është diçka shumë easy, se ata flasin këtë gjuhën angleze, diçka shumë e thjeshtë, e lehtë, sepse jo pse ata janë më të mençur, po sepse ata kanë përvojë më shumë, i kanë kaluar ato gjëra në jetë dhe ma lehtë të ndihmojnë me zgjidh këtë problemin. Prandaj është e rëndësishme kjo biseda edhe me pas një vesh aty me nangu. Pra, duhet kemi mirë kuptim, edhe në ato situata kemi vëmendjen e plot si prindër, edhe në ato situata kur, si që the ti e thonë të rinjët, është shmizi. Për fëmijën, por për prindrin shumë easy, por për fëmijën është diçka shumë e madhe. E kuptoj që ndonjëherë për prindit është e vështirë të jenë prind. Ndonjëherë ekonomia, kushtet ekonomike krijojnë vështirësitë e veta, sot që të dy prindrit janë duke punu për me rri një mëshjenje ekonomike më të mirë për familjen, dhe kjo bën që të hyet në hak pak kësa fëmijëve me kohën që na kalojmë me fëmijët, për shkak të kohës që na kalojmë në vendet e punës, por gjithmonë ka ndoshta një 30 minutësh, një orë, qoftë edhe një javë me bisedu me fëmijët, nuk besoj që është e pamundur për secilin prej neve që jemi prind. Është e rëndësishme të kërkojmë falje, sepse përderisa thatë Antigona që kalojmë shumë kohë në punë, ja që në këtë momente më kujtua që unë nuk kam arritur të athrat djalin tim në telefon, si që është mësuar në kohën e njëjtë, kështu që mbase është një moment i mirë për kërkuar falje. Gjithë atyre që nuk arrim t'ja kushtojmë kohën dhe momentet e duhura që ata ka nevojë për neve. Është tepër me rëndësi të kërkojmë falje, qoftë edhe falje ndaj vetës, dhe është shumë e rëndësi me falë. Me kërku faljen dhe me falë të tjerët dhe me falë vetën. Dhimbjet më të mëdha që i shoh këtu në seancë janë ato dhimbjet kur personi në situata të cilat ka përballuar në jetë nuk arrin, e ka të vështirë me fal veten. Pse e lejova, pse e lejova me ndodh. Jo gjithmonë është faji jon pse ndodhin gjanat, jo gjithmonë kemi ditë dhe kemi mujtë me bo ma shumë, ndoshta nëse gjykojmë veten për një të kalume, në atë kohë kemi qenë ky version i vetës që jemi sot, prandaj gjithmonë është e rëndësishme me arrit me kriju paqen me veten dhe me të tjerët, me fal veten edhe me i fal të tjerët. Më mirë vonë se asnjëherë.
Patjetër. Kurdo që ti e bëj vetëdijshëm që mundesh më shumë, bën e sot. Nuk mundesh me kthy kohën mbrapa dhe me ndryshu diçka në të kaluamën. Nëse sot diçka ka ndodhur në mendjen tënde, ka ndodhur një klik, një vetdije për diçka, bën e sot. Ti ke mundësinë, je gjallë, falenderoj që je gjallë dhe bën e sot. Antigona, gjithmonë kënaqësi është flasim me ty, të ndaj momente me ty, është një ndër bisedat që është shumë e përmbushur, veçanërisht për mua, por dua të dal tek pyetja e fundit ose e parafundit, vazhdimisht me përgjigje sate. Nëse do të ishe në vendin tim, Antigona, cila është pyetja që do t'ua parashtroje qytetarëve sot ose në këtë fillim vit? Ndoshta në koherencë me krejt këtë bisedën që patëm, pyetja që e kisha pyet secilën kishte qenë apo jeton për veti, edhe apo jeton ato që ti je vërtet. Po nëse këtë pyetje do ta bëja unë ty, pra cila është përgjigjja e jote në pyetjen tënde? Po mundohem që të jetoj për vete, edhe unë si njëjtë si krejt njerëzit e tjerë, shpesh e gjej veten që ndonjëherë jetoj për shkak të tjerëve diçka. Dhe është ai momenti kur reflektoj në fund ditës edhe them pse e bona këtë, a mund të më bëj ndryshe, apo a e bona për vete, apo jetoj për vete, çka mund më bëj më mirë që më jetu për vete. Kështu që mendoj që është përgjigjja ndoshta është po jetoj për vete. Si të nësi, po i ka ato momentet e veta kur. Po kush janë 3 prioritetet edhe sa u përket njerëzve, por edhe gjërave për Antigona Qenaj Sejdiu, psikologi klinike? Prioritetet. Prioritet është gjithmonë që ajo që bëj mos më shkaktu dëme emocionale, me qenë në paqë me mënyrën që shjetoj dhe atë që bëj. Prioritet tjetër është që t'jem gjithmonë njerëzore në secilën situatë, nuk është e lehtë me mbrojt atë territorin tonë edhe me qenë njerëzor. Ndonjëherë duhesh me i tregu dhëmbët, po them kushtimisht, me disa njerëz, por gjithmonë edhe kur më duhet me qenë e tillë për me mbrojt veten, gjithmonë e bëj shumë njerëzisht edhe në mënyrë shumë njerëzore. Për mua është shumë prioritet kjo me qenë njerëzor. Dhe prioriteti i tretë, atë që dëshiroj për veten, du me pa të njerëzit dhe kjo më bën mandej që t'jem edhe ndihmuese në mënyrat jo vetëm në aspektin ekonomik, se ju gjithmonë kemi mundësi me ndihmu në aspektin ekonomik, madje edhe sot je duke ndihmuar Antigona. Madje unë jam personi që më shumë ndihmoj emocionalisht, ndoshta edhe për shkak të profesionit sesa ekonomikisht. Mendoj që është shumë e rëndësishme mi qëndru dikujt afër kur ka nevojë. Kjo është një për mendimin tim është diçka shumë e madhe dhe shumë e vlefshme që ti mundesh me i dhënë dikujt. Dhe jo rastisht je bërë psikologe, sepse jo gjithkush mund të jemi psikolog. Pra, duhet të kemi disa veçori, vlera të tjera nga masa për të zgjedhur për të bërë psikologe e për të ndihmuar të tjerët. Se mbasi ndihma më e madhe është nëse dikë e ndihmon për të dalë nga një situatë e të bëhet zoti vetvetes. Secili profesion mendoj që duhet me të buru për shpirtit dhe janë me fat gjithë ata që bojnë profesionin i cili ju flen edhe ju vjen atër shumë e bo. Mendoj që unë kam zgjedhë këtë profesion që më vjen për shpirtit edhe e shijoj. Ndonjëherë e kritikoj edhe vetën se harroj edhe orën kur jam në punë. Shpesh klientat e vrejnë që ndoshta ata ma kujtojnë kohën që ka kalu, e tash duhet me përfundu se ka kalu ora për shkak se ndonjëherë edhe përhumbem në proces. Ndërsa unë po kthehem nga Maksi dhe Dardani dhe meq Antigona është kështu siç është, mund ta shfrytëzoni këtë moment, ja bëni një pyetje që mund t'ju ndihmoj Në fakt po, të dëgjoj Afërdita, ju kemi dëgjuar me kërshëri, madje këtu me kolegët e mi, edhe kemi vazhduar duke diskutuar për ca zakone. Janë përkushtuar shumë në dëgjimin e kësaj bisede. Madje edhe nga regjia, nga djemët në regji. Më në fundu bëj gjallë, Maksi.
dhe jo vetëm, ishim duke diskutuar për disa zakone që në fakt është dashur t'i lëmt edhe të nisim me zakone të mira dhe pozitive të këtij viti. Kam një pyetje për Antigonën. A është Antigona psikologe edhe e vetës kur nis një vit i ri? Apo i drejtohet dikujt tjetër? Po i shtoj unë edhe pak kësaj pyetjes tënde. Maksi, kolegu im pyet, thot, a jeni edhe psikologe për veten? Ndërsa këtë shtesën po e bëj unë, cilat janë zakonet që nuk do t'i bartësh në 2026. A jam psikologe për veten. Ato teknikat dhe strategjitë e psikologjisë natyrisht që ndonjëherë bojnë që Natyrshëm i përdore për veten, por na psikologët duhet patjetër me pas seanca edhe për veten tonë, kështu që unë kam psikologun tim. Ndërsa zakonet që nuk do t'i bartësh në këtë vit që jemi? Zakonet. Të atyre që mund kanë dëmtuar në vitin 2025. Ndoshta një prej zakoneve që... Apo tashme ju ke thënë jam të mirë zakoneve, jo të mira, vite më përpara. Ajo rutina na ka plënë dhe gjithmonë kemi ato zakonet cilat bëhen jo të shëndetshme. Për vitin e kaluar, për shembull, nuk kam lëviz shumë. Si vjet synoj që me ndryshu këtë zakon që të kem më shumë aktivitet fizik, sepse unë e di sa e rëndësishëm është për mirëqenien fizike dhe mendore. Kështu që kjo është një prej zakoneve që këtë vit synoj me ndryshu. Me që thuaj se gjithë ekipa që po realizon këtë program janë djemë dhe vajza të ri, unë dua të pyes tash kështu përjashtimisht temës, si duhet ta ndërtojnë ata një marrëdhënie të mirë, që të mos i hyjnë në territor njëri tjetrit, të kenë lirinë e plot, por ta duan pafund njëri tjetrin. A kjo jo? A për ditë, nëse kanë arritë me ndërtu një raport mirë me vetën, me një vetën, kur ata e duan, sepse dashuria nuk është diçka të cilën ti mundesh me komandu. Ai e din ti ke kemi ose s'ke kemi me personin, dhe kur ti don vërtet një person, natyrshëm ki me qeni mirë për tjetrin, nuk të vjen me i bo keq ati që e donë, është sikur një lule që na pëlqen edhe na çka bëjmë kur na pëlqen ajo lule, tentojmë me mbaj gjallë sa më shumë. Edhe ujë. Po, ndonjëherë kujdesi shtuar Antigona të dëmton. Kujdesi. Edhe nëse uji i lulës i hedh më shumë se sa që ka nevojë, ka vetë. Keni shumë territor. Po, duke respektu gjithmonë edhe kur na ndihmojmë tjetrin, gjithmonë duhet ta kemi parasysh a e ka të nevojshme tjetri këtë... Japëm e të marrëm mjaftueshëm pasi. Pikërisht, do të thonë me masë gjithë shka, mos sa të frojë. Pra mesi është i ardhë, pra ndaj kështu thuhet. Uroj që të dashurohet sa më shumë, se s'ka ndjen më të bukur, kjo i bën mirë të dy palëve, edhe atij që dashuron edhe atij që dashurohet, kështu që uroj që të kemi sa më shumë dashni këtë vit. Atëherë me këtë urim edhe po e përmbyllim këtë bashkëbisedim, dashni jo vetëm mes partnerëve, dashni për fëmijë, dashni për shokët, shoqet, dashni edhe për profesionistët që na ndihmojnë sa herë që ne kemi nevojë dhe dashni për punën që e bëjmë. Kështu që mirupafshim nesër sigurisht me bashkëbisedues të ri që do të trajtojmë këtë javë, vërtet tema interesante në këtë fillim vit. Mirupafshim.